S'po m'duket se s'ka si mirë. Ullu se ke me folë diçka. Qa u bua, ka një problem, s'ka? Që, merre vetë këshire se ka. Kjo është shumë keq. A ki veshti alkohol në kusht tjetër këto? Era, gent. Shantash për erës. Vardian, kjo s'është veç mesteja e saj. Nëse kjo letër den në publik, keq që kemi ndërtu shkëndrat somës, biznesi, familja, gjithë shka. O, mës ma përsërit si televizor, o gent. Puna është qka me bon. Nëse i flasa e merë forcë, nëse heshti veç vepron, nuk po di qësh me ja bon. Vardian, po të flasë si shok. Ju si punëtur, ki nevoj me u përbalu me ta. Ju me mshef. E pora, a ko edhe nej kopja e veshteki këto? S'di që s'kam ide. Nështë ta i ka veç për veti. Nështë ta se ka po dikush tjetër veçon. Ose mund me pas edhe provokim. Po ti e din, femnat sira nuk lujnë let. S'po moj me besu që ma ke ble Vanesën. E për kërë që shpelojmë? Mos të kutu mre le ardë. Le të kalën pak kohë e bojmë edhe ata. A e din sa herë ku menu vetën të vëzit me një kërë të bardë, pa kujtimet këshia veç me ty. E di që si e njëri që knashesh me pak. Nuk është që nuk knashna me pak, po du më ndje e rëndësishme të ti. A për hek shta se pak nëzat. Që kjo seriozitet e jote, që kjo stil po në shmeni. Shef? O, gent. Hajde ullu pak. Alo, rastisht, se besova që të shok këtu. Leart, kjo është Genti. Genti është në punëtori ma besnik jemi. Gent kjo është Learta, është një mike e jonja e kompanisë. E ka qelë tash një biznes të vogël edhe nështë edhe bojmë nëj marrëveshje me kompaninë tonë. Kemi vendosë me punu në projekt ardhshëm. Ardiani po m'dimon me rjetin e ti. Knatësi? Gjithashtu. Amo, e je sigur që si na po dikun? Se ftyra jote m'del në sy. Na shta në ndër, ose me nej kafeteri se dalë shpesh. Ndoshta veç, zbesoj që ja rrej ftyrat letën. Heja, po m'falni mu veç pak. Po m'duhet më përgjigj një telefonat. Sa bërë, pas ka fat Ardiani me kësi me keshe ka që zëven si ti. Që shpeshohë në pëndodhë që kjo. Jëm të ndje vetën si robi tyne. Era, Learta, Valbona. Krejt ka shku gjithë shka në kontrolën e tyne. Po heq dorë. Po heq dorë. Pse nuk jemi vetme që kam kontrol? Nuk po kuptoj më kur gjë. Pse duhet me konë unë ai që gjithmonë duhet me kërku zgjidhje. Zgjidhje për me i ma tjerë të lumtur.
Alo, apo flas me zotëri Ademin? Adem qyshje, e mirë? Apo më dëgjën? Përshëndetje Ardian, po, të ndëgjujem. Qysh je? Vallaj nuk jam mirë hiç. Qet drejt në temë po hi. Po më vjeni kërkesë prej administratës tatimore. A din ti diçka për çeto letra? Kemi pas disa kontakte me ta, po nuk mëj me të ndihmu për këto dokumente shtesë. Ti din që kemi vonesë trikëste. Po çka po fol bre? Pa i në marrë vesh që mu i kalumi u koni fundit për pagesa. Po për atë muj ti kemi shu kontratë, që garanton pagesë muj për muj. Banka nuk ka faj. Jo, banka nuk ka faj. Po unë jam turnu në zjerë. Pornoj me letra në dur, po më jemi kallë edhe këto letra krej. Ardian, është mirë me orë nesër me u pas sy me sy, se kështu në telefon veç po gjojnë fjallë. Në rregull. Nesër po du më nalë dhe me po në qëtësi këtë punë. Hajde. Alo, përshëndetje. Jam Ardian Kryziu prej kompanisë Ardi. Më kanë ardhur disa shkresa, po flitet që po vjeni kontroll. Po, që do më ardhni kontroll tatimor. Po, zotër Kryziu, kemi informacione që kompania juaj s'ka deklaruar disa tyra për vitin e kaluar. Po kuj një ka deri tash ju? A i keni po auditimet që i kem dorëzu? Na kena tjetër informacion. Ju jeni në listë për hetim të thellum kësaj çështje personale, veç administrative. Po mirë dhe hajde kontrolloni, krejt çka kem është e deklarume. Po gjithçka, mos mbani filma tash para sezonës verore. Kontrolli është për nesër në ora 10. Ju urojmë ditë e mirë. Shkoni bën hamam, shkoni. Alo? Ardian, po shpresoj që si ke harru borxhet e vjetra. Kush je ti bre? Nuk ka rëndësi. Ti e din shumë mirë kush jam. Ki premtu para 3 vjetë që do të më kthesh 70.000 euro. Ku apo shkon? Edhe durimi janë pososet. E kam me stres çdo ditë. Ti i të e po që auto ndodhë. Po du me pos pak ku. Ti duhesh me kuptu që disa njerëz nuk presin. E kur nuk presin, ndodh diçka që nuk kthehet mbrapa. Po t'ja veç edhe 7 ditë kohë. Në rregull. Hin. Si janë disponim hegjëveç. Hajde, ullu. Mirë. Qështë po dohë në ty? Apo dohë në mirë? Që në këtu? Kontrata timor? Kontrata timor. Ajo. Kërkasi. Ardian, thire valbuna dje. Edhe më tha, Ardioni po vjen vonë, edhe s'po fol me neve. Kjo nuk o çështje që takon ty hiç, ama bash hiç. Kur ti fillon me mashtru gruan, me mashtru shtetin, e mashtru veten, atëherë unë s'jam mik mo. Unë jam pjesë e luftës. O genta jetu e po o burë që s'jam kërka. Ma kanë ngullë thiken mas shpinë tonë. Nuk o foj jem kë. Jo, Ardian, thiken ja ke ngullë vetë vetës. E tash po lyp me postë mëshirë. Po s'ka mëshirë për mashtrus. Unë e kom nisë që t'punë me nderë edhe me vullnet. Tash jem gulfat. Kur nuk është vënë me ndryshu. Veç po du me ditë,
A do me dol për kësaj rrugë, apo do të fundosësh? Po du, më vynë veç një rast edhe qohëm kon. Atëherë fillon me të vërtetën. Fillon me Valbunin, me Jonin, e me mu. S'po të më të po qështu Ardian. Kom fol, po s'di. E folme e vështirë është fillim, pastaj në shlirim. Ndryshe, të pret humbje totale. Hajde era, ma në fond. Që sa ditë jam të prit. S'po më mo, jam ngulfat. Nuk e di ajo mira jam keq. Gjithë shka kam dogut nivull. Apo do me pina i sen, kafe t'i shka. Jo, veç të ujt lutna. Lorta, s'po di a kem bë mirë, a kem gabu që e kem shantazhu. Qush po menon gabim? Gabim është me hesht, jo me lyp drejtësi. Ai njeri ka lujt me neve si me kupla. Po më po tutna. Kanë thirë për i zyrës, më kanë thonë këthe në punë. Po më s'po di qysh me vepru. Qysh me vepru? Veç durim. Kjo s'është luft e një dite. Është si sha. Duhet mi mendu lëvizjet mirë. A më kthe ajo? Kthejo. Kthejo në punë. Qetë. Buzqesh. Edhe mbaj syt hapun. Apo më kupton? Ardiani e ka hup kontrollen. Ajo është i shka përderdhun. Na veç duhet me prit kur ka mërzu ai vet. Po, unë s'po muna me dëru nervozën e tina. Çdo herë që po më sheh, syti ka plot në lef. Edhe po tutna që ka ma mori natin. Nuk i pse mu tut. Ti je aty me kontrat, me drejt ligjore. Nëse ai që atë jashtë na veç e shtym dosjen ma përpara. Po, edhe unë jam lodh. Nuk e kom bo veç përpare. Më ka lëndu, e kom desht. E tash punina si me kon kur gjo heq. Era, ti s'jeni hiq. Ti je e fort. Kim bjetu shumë. E tash jem në gjysë rrugës. A peshe ku jemi? Në kas. Jo, jemi një hap para ti. Ai se din kush jemi. Se din sa shumë kemi mbledhë informata. Çdo sen që pe ban kam kthy krejt kundër ti. E nësë na vren, e nëse del që kena mashtru. Na s'kemi mashtru. Na veç i kem provat. Regjistrimet, mesazhet, fjalët e ti, durët e ti që nuk din me najt larg. Ajo është i njoftën për flirte, mashtrime, e na jemi veç dëshmitare. Po më dhimet Valbona edhe djali ti Joni. Valbona ka nis me dyshu. Nashta jo krejt, amo ashtu e ndje. Po s'është punë e jotja se jamja me ja rregullu jetën e ti. Ti dush me menu për vete, për shpirta tonë. E nëse ai kërkon falje, e dën me rregullu, a me fal? Ti po don me fal dikon që t'ka rajt, t'ka përdor, t'ka qit jashtë si lecka? A je e gatshme për mu kthy në pozitën e viktimës? Jo. Atëherë pra merre vendimin qysh t'kom thonë. Ktheu në punë, edhe kallzo që jeta jote nuk varet veç prej një mashtruesi. Veç kujdes, mos ki kontakt me ta, veç zyrtarisht. Edhe majnë pletore krejt, çdo fjalë, çdo reagim,
krejt shkruj. Po, kam u këthy, edhe kam e majtë shënim çdo hap. Shumë mirë. E kur t'vjen dita, a i ka me kuptu që gratë që i ka shkel, i kanë bo mirë llogarit. E s'ka me pas më kthej mrapa. Faleminderit shumë që je pranë meje, po m'jap shumë qetësi. Mos më falendero, na jemi bashkë në këtë rrugë. Edhe krejt çka du është me marrë ato që na takon. Edhe mi lon burrat si Ardiani, pa pushtet. Arom stresi si gjithë. Zoti molli. Lart nuk jem disponim asnjë pikë për këtë lojna. Hiç sot. A ka najherë që je? Ti je gjithë në luftë, me mu, me veten, me krejt botën. Mos po më të kuptoj ty. Apo do më ndihmu, apo do më shkatërru krejt. Unë veç po du me ta kujtu jetën që ke pas me mu. Qetësi, ne të pagjom, ama për arsyet mira. Mos më provoko. Mos provoko se jam ka du me shpërthytash. Sot i kum pas 2 thirrje pej bankës, 2 pej administratës tatimore, plus dikush më ka thirrë më ka kërcnu me pare. Kryo këta. Tash edhe ti. Ti gjithë viktim, gjithë dikush tjetër është fajtor. Kush t'ka detyru me mrejt, me mashtru, me mi dhon premtimet në errësirë. Ti ma ke upmenen. Ti ke lujt me mund sigur me ka një kukull. E pra nëse unë e kum pas fuqin me lujt, çka do më thonë kjo për ty? Që je i dopt, që je i etshëm për mundje i gjallë. E i të më kërcnu? Jo, veç po ta përkujtoj kush jam. Çka muj me bo? Që kum dash gjithmonë me qenë jetën tënde, po tash me kushtet e mia. Cilat kushte bre Leart? Banesa, para apo zit? A veç po ki qef me më po të shkatrum? Po du me pas venin tem, tavolin, në zyre, mjetën tënde, po ju si sekret, si partnere. E ti menon që unë me të pas në atë në kompania? Pse jo? Këtë ka nevoj për dikon që ja unë njef shqetësit e tënve. Sidomos kur ato fshetësi mundet mi zbulu dikush tjetër. Shko po do në Leart? Po do më rreziku jetën, familjen edhe emrin, a? Unë nuk du me të shkatru, Ardian. Du me të pa t'u shkëlqy. Po e vetë mja mënyrë për më kthy prej kësaj rane që e ki ndërtu, është më kthy aty ku e ki lon veten. Me mu. Valbona, djali jem nuk e meritojnë që ti. Asu nuk e kom meritu mu trajtu si mjet. Ama Ardian, veç unë ta di shijen e fitores. E ti e din që nuk nalna pa e marë. Një rrezikshme Leart. Shumë e rrezikshme. Veç për ata që dojnë mu mytë. Për ty jam pështem. Thjesht menoj e mirë, se jeta pa mu nuk ka me pas shumë dritë.
Qka drejqit, jetu lypti në zyret e më. O, shef, veç e marrë me folë. Pa zarfa, pa presion. Me fol. Ty nuk më i me të besu as kur rrinë pa fol, se le ma me thonë diqka. Qa po lyp tash? S'po lypi kur gjo, veç drejtësi edhe pak respekt. Respekt. Unë me të dhonë respekt ty, mas krejt manipulime, mashtrime dhe shantazhe që mi ke bon, unë me të dhonë respekt ty. Ti ke pas arsye pse e largua larg. Po tash po të vjen koha më u kthy pak mbrapa, me rregullu çka ki prish. Unë e mi regullua. Unë e mi regullu. Ti e konë qe që ma ke fut thik mas shpines. Ta shka po pret që po të mungo? Po të mungo rroga, a? Po, edhe rroga, edhe krenaria. Nuk o marrë me të shantazhu. Ko marrë me të thonë drejt, po du mu kthy në punë. Ti veç më ke kallëzu që je gatshme me më shkatru komplet kur t'vje rasti. Apo pret me të besua petu në ty, ha? Jo, s'po t'lypi besim. Po t'lypi marrveshje. Qetë, sinqert. Po t'a lypi vendin tem në kompani. Nuk po t'lypi pozitmave. Vesh me punu. Me pas ndjenjen që nuk jam me shkelne. E qka marru në këthim? Qetësi, s'ka më letra, s'ka më histori. As me ty, as me gruan tone. Veç punë. Kjo rranë. Ndoshta, po qysh ki me dit nëse s'me prostin. Era. Sto shikon punë të këgjallu. Amo, nëse për një merën besnike së e marrveshje, atëherë le tjetë. Që një 2000 euro cash. Sa mos me thonë që të kom blau dur thatë. Nesër e ki venin e punës djetër. Amo edhe një herë, nëse vrejt diçka, që i të kurdis. Nuk i me pa kur gjo, po të premtaj. Tash veç punë, pa ndjenja, pa të kalume. Po shpresoj që ki me majt fjallin. Ardian, nuk jam aja që ke mendu ti. Kum dosht veç pak drejtësi. Po tash fillojmë prej zeros. Qysh po jenë të kështu patrokit? A e din që kjo zyre nuk është publike? Po vje puna me të vërtetën, po nevoj për leje. Herë kam nevoj me bisedu me ty. Po fali. A mo shpejt se s'kom kohë, kom punë. Pse i ka shantazhar Dianën? Shantazhoj? Unë? Që e ka thu mëre? Po fal me kujdes se kimi rapishman. E di për zorfin, e di për bisetat. E di që e ka detyruar me të mojnë punë. Du me ditë pse. A jetë të shpifte, a të ka quna i kosh? Apo të vyna i dramë më bo më e rëndësishëm? Nuk jam të shpif. Flas drejt. E kom po mënyrën që i kalun ty me ta. Por edhe diçka më shumë. E ku në lidhën me Ardionën. Qysh nuk po të vjen marrë me boksi pyetje tilla? A i ka do me kallëzu karakterin të nashka? Nuk jom ka gjykoj. Po më ka lypi përgjigje.
Ardioni është në krizë. Kur e posh që ka dhënë zorfin ty, si kom me pos rrugë tjetër. E kuptova që dikush është të e mbyt nga dale. Unë nuk jam të e mytë kërkan. Ardioni është burr i madh. Edhe Ardioni ka bu shumë gabime. Edhe ato shumë. Edhe ta shohar koha me i pagu. Gabimet e veta, a gabimet që ja ke nxjerr ti me zërë. Dhe që keni posë ju dy bashkë që i ka ka shumë e kry? Se kam me ty. As nuk kam punë me ty. Nësi e të lyp heroizëm, gjoj dikon tjetër, e jo këto. Nuk po lypi heroizëm, po lypi me kuptu e je pjesë e qatjer jetit që po e fundus këtë kompani. Ti e vesh një djallë që nuk din çka dën. Vjen këto e lun rolin e detektivit. E dën më mbo me unë i keq, pse? Se nështë ajo ma e zoja se ti, me marrë ato që më takon. Ti e ma e zoja me mashtru, e jo me punu. Ti e ke nis me dje kajtë këtë vend për një notë personale. Të vërtetën, e din veç aj që e përjeton. E ti si kon aty. S'ke po as gjysmën e asaj që më ka ndodhë. E une s'ka me tu arsyetu ty. Jo sot. Nuk ju më kaluj përsytime. Mundohem me ndollë krejt këta. Para se më bovun, po fundosim njëri tjetrin. E ti që ko diçka me sjush. Po nëse den me posë fytyrën e pastër e me dollë në dritë, lutëm ndala. Nga njëherë du të mja kalzu dritën dikuj, edhe nëse djegë fërt. Nëse dhe me kaldu dikuj dritën, kalzëm që keni bashkë. S'ki nevoj për zarfa shantazhe. Po tregom drejt. Se mbas edhe nuk del keq. Nuk moj, jo tash, po nështë shumë shpejt. Mos prit shumë gjatë. E vërteta del edhe kur mundohem me mbulu. Ardian, a je mirë? Shkrujt apo s'ma ktheve, se prita që ki marrë sonte. S'musha me nejtë mo. Më dashnar me folë me ty. Po shihet që i lodhun. A është gjithçka në rregull? Jo, Lart. Lart e di që si e ka e pretë që të fjallë për meje, po... Unë jem të hupë. Pse po fol kështu? Kush t'ka lodh? A kom bona i sanuna? Jo. Ti e veç një arrati. Jeni qëtësi që e gjaj kur gjithë shka rrëth meja është kaos. Në mzyre s'po moj. Në shpi nuk po moj. Qëto është i vetë me dhenë. Dhe ti e i vetë me dhenë që më bënë muni mirë. A thu? Se shpesh po mdoket që jetu këshur me ik. A jetu mdasht, a jo? Muj me ik për i krejtve, po jo për i teje. Ti e që më ke pa kur ju më ka mas keshti. Dhe në gjendjen të me matron. Dhe kur ka një krejtve që ti ke nejt. Po nina si një fmi. Si një burri vogël që s'mun me maru as jetën e vetë, le mo jetën e dikuj tjetër. Te edhem prej ku vi unë. Prej shpive pa nxemje. Prej teshave që i kanë la me dorë. Prej bukës që s'na ka dalë për krejt. E tash, ti po më thu që je lodha. Nuk po du me krasu dhimbje tash, po edhe unë e kam dhimbje.
Tash jam të e po që nuk jem njeri drejt. Të kom premtu shumë edhe të kom folë për shumë sene, nuk kom bo kur gjo. Nuk jam këtu për me të gjyku. Se e kom ditë prej fillimit që me ty s'ka me kone letë. Ama të kom dasht. Jo për paret, prej mënyrës që shumë ke pa, që shumë ke prejk, kur nuk më ka prejk kërkush tjetër. Nështë nuk po mi me dasht drejt, po aja që mu i me ba është me të majtë mirë. Me të dhanë një jetë që e ke dasht gjithmonë. Mos me të mungu kur gja, ama bashkë kur gja heq. O, unë s'jam të dasht shumë Ardian. Po du pak qëtësi, një biznes të vogël, a më në shtime mi tonë këto? Po t'jap krejt qa kam. Një biznes të vogël që mund është me nxerë një rrogë mujore, edhe kerrin, edhe qka dush. Veç mos m'le tash. Jo tash. Vëshaj këto. Kjo jo mon. 10 vjet. Me fustan bardh. Që ma ka ble nana veç pse kish marrë pensionin. Kjo qik, Ardian, u betu që kur s'ka me lyp kur gjo prej burrave. Se burrat e botës ja këshin kthy shpinën nanës të saj. E tash? Tash kjo qik u rrit. Edhe e kam mësu që pa lyp nuk fiton kur gjo. Edhe që veç dashnia nuk mjafton. Unë e di që nuk mi me të ndryshu të kalumen lartë. Ama e di që mu i me boni të ardhme. A pëndërton për mu, a veç me ik prej vetës? Zdi. Nështë për dytë. Po e nisi me ty. Okej, nisja. Se jeta jonë nuk pret. As kjo dashni nuk pret. Kesh të prit. Hajde, hajde. E ndjeva që son të ki marrë dhe vetë. Jam pak i hutumë, se prita që kime ardhë ka që vonë. Se kom besu Ardian që kime mungu që ka shumë. Më ke mungu shumë. E di që si më ka një praneshëm, po jeta mu ka bo lamësh diqka. Nuk po të gjykaj.
as nuk erdha më m'jap shpjegim. Veç deshta më ta përkujtu që shka qenë, kur ku marrë në zyre, edhe më ke pa mu për të parën herë. E moj men si kur sot, valla. Ke pas veshun atë gjamperin e kalte. Edhe u kon ko gjaftoft. Veç tyra ju të mbaj ke muni mirë. Aty nisë më mafru, jo vetë si punëtore, po si gru. Si diçka më shumë. Po edhe unë s'ta më haj, unë jeva ndryshe, e veçantë. Era, unë si më pendu që të kom afru. Ama, jam I vedishëm që kom bo gabim që s'kom dit me të majt larg vetës tanë. Larg kësaj bote, që ti biznisi. Unë jam mësu me burrat që iken. Babën tem nuk e kom njoft kur. I dashur I parë ka ik për jetës tem pa e ditë ku gabime. Ti e ndryshe, ma I kujdesshëm, ma I vërtet. Më falë Era, më falë për krejt. Për mungesën, për ftohtësinë, për krejt që e këm bo. S'po du falje, veç po du me ditë që ende ekziston ajo pjesë e jotja që më ka dashur me të vërtet. Ajo pjesë kur s'ka ikë. Veç është struk pej trysnis, pej fajt. E sante po të ndjej më shumë se kur. Faleminderit që je këtu. E nëse të thamë që po du më këthy, me nis prap, pa hile, pa loj, a ki vend për mu? Po. Veç kësaj here po du me ba diçka qëndrueshme. Jo me hile, jo me fshehtësina. Po diçka të mirë për neve dyve. A jam gati me të besu prap? Mase po ma jap fjallën, mase e ki ndërmend më këthy? Merri. Kjo s'është pare. Kjo është garancion për me njësë jetën a dy bashkë. Për me njësë që ato threjnë që thash. Por, Ardian, Jo nuk është vlerë dashnis kjo. Është përgjegjësi. Kom pas shumë femna që kanë kalu në për zyre. Ama veç një ma ka ditë vlerë. Veç një ka ditë me majtë për veti. a je I sigur që unë jam ajo? Jo veç këtë mbrëmje, po edhe nesër, edhe mas nesër. Në qëtë jetë ku gjithë shka ndryshon, ti e vetëmja që më banë munale edhe me dasht për I me. A thu vërtit, kena me bu këtë herë drejt? Veç nëse nisi me dasht vetën drejt, atëherë mujna me dasht njëri tjetër. Gëzuar.
këshirë për shkuesin për e tresh mode. Ti Lorta gjithmonë me stila. Gente, po jetë me fjallë të mdoja. Më duket më të si e marrë me punët e tua. Po jo është ditë ka fatin njeri me të po ty. Nuk e t'jetë është shiu jetën ti. Pse jo, jetën duhet me shiju, edhe mos mi dhon llogari kërkujt hiç. Mirë vesh kur fillon me shiu jetën me sponsor, ata lindin do pyetje. Më falë, agenti jetë ja? Në sens për kuptoj kush po mirret me punët e mia. Ata që s'din çka bojnë me jetën e vet. Në vesh po mundohem me kuptu një san. Se qysh një femën si ti, e bukur, me kaq potencial, po që më lidh fatin me një burr të bardhur, si për shembull Ardionin. A jetu fol me fakte, a jetu marrë me thashe theme. Jo, nuk flas kur kot. E di që Ardioni ka bli një banesë, e që s'ka lidhje fare me investim në kompani. Po është shumë rasti që ti përreth këtë tyre zhvillimeve. Ti Gent, duhesh më konë me një serial kriminal, jo me një zyre ndërtimit. E ndoshta ti ajo që e ke shku skenarin e këtij seriali. Me thonë drejt, më intereson se në këtë mes ka njerëz që mbijetojnë me dinitet. E ka disa prej tyre që luajnë edhe me jetën e vet. Une nuk luj me jetën e kërkujt, une veç e mbroj jetën tam. E nëse kjo doket e rrezikshme, atëherë problemi s'është e unë. Ti e jetojnë mbrojt vetën, e jetojnë mbrojt Ardionin. Ardiani është burri i rritun, din me mbrojt vetën vet. Une veç di ku me najt, edhe kur më gjujnë me gur. A je pëndu ndonjëherë për aton që jetë ndërtu me ta? E di që s'ka rëtë letë, po a ka vlerë? Çdo gru e din kur ka vlerë diçka. E kur vjen puna që e ndjej një si të vërtet, unë nuk lëvizë. Mirë veç, po të pra lejmërej. Jo është lidhje që lind nga jeshtje për vëndën në poqe. Jo është do burë që të premtoj yje din me të shpëtu natën. Nata ka yje veç për ata që i shohin. E ti këshire errësirën tënde, e mos të mëno mja shujt dritën e tjetrit. Erdhe. E poshtë po vënohesh, çka e të bo lartë? Punë po ecën qysh e din, po kam kujdes me çdo detaj. Po punoj me ato që i kemi bo marrëveshje. Amo, nuk duhet me prit edhe pak? S'ka pritje më lartë, ka po ik. Ardioni po forcohet e po merr frymë të lirë, ndërsa na jemi në dur në xhepa. E di, po, jam lëvizja. Amo thjesht nuk po du mungut, se që atëherë ka me dalë puna ma keq për neve. Gabime po më thu ti? Çka është kjo që po ndodh me atë njeri? Po vazhdon me u pa me atë punëtoren tjetër me atë erën, me biseda të qeta, me premtime. A kin kontroll atë erën, si të kom thona, qysh o puna? Po, ajo është në dorën tam. Edhe e di që Ardiani ka shumë probleme. Ashtu më nu mi regullu. Ti lartë a je me Ardionin me mu? A je me mu që bedon shkatrimin e ti, apo po mbështet ato? Po më nuna me mbajt shpirtin. Jo më mbyll në errësirë si ti.
Lart, mos haro kush ka bo pjesë të rjetit. S'ka më kthim mbrapa. Ti je pjesë e planit tem, ose e din diçka xhan. Nëse unë jam nën hije, atëherë ti s'ki asnjë mundësi për me mdalë përpara. Ti je shumë e rrezikshme Lart, po dhe shumë e dopt. E dopt sepse po tenton me lujt me dy anë. Po nashta e harrove kur lun me hijen, mundesh me djeg nga drita. Unë jam të e bo ata që duhet. Ama nuk po du me ranë sy. Mos goxha me lu me mu. Nuk jam me i durushëm nga gabimet e tua. Ardioni duhet me ra për toke. Tash! E di mirë. Mos haro, unë shoh çdo lëvizje. Mos më zhgënje Lart. Unë flas, më baj hajgare. Unë keshi, unë t'jap këshilla, por ki kujdes, kur unë jam i qetë.